Të dashur shqiptar, sot kam mësuar se nxënësit kanë frikë nga unë. Dhe arsye kryesore është se këto zbulime që kanë bërë unë janë vërtet të frikshme. Por unë ju them nxënësve dhe të gjithëve juve që i kam bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Ata kujtojnë se është një forcë e mbinatyrshme. Unë ju them, unë e kam përdorur kompjuterin në momentin që kam parë atë për herë të parë, e kam bler një kompjuter dhe ka më se 30 vjet që punoj vetëm me kompjutera. Nuk më besojnë. Tani do shpjegoj fjalën një të shqipes, si u krijua ajo, dhe kjo gjithashtu është gjetur me kompjutera, nuk e bën të dot njeriu të dashur shqiptar. Kjo që po shikoni në monitor është vërtet e frikshme, sepse fjala Helene, Ena, që do thot një, ka pësuar një ndryshim fonetik shumë të rëndësishëm. Në gjuhën helene të lashtë ka qenë me një h nistore, Hena. Dhe tani, kjo është pikërisht numri 1 i neutrit në gjuhën helene dhe përkon me numri 1 në gjuhën shqipe. Për ta kuptuar këtë duhet të nisemi tek helenishtja e lashtë ose gjuha e Homerit dhe jo greqishtja sotme. Pra në greqishtën e lashtë, Heis i thon numrit 1. Në shqip kjo është njësh, pra s-ja fundore helene është bërë sh në shqip. Në dhanore, Heni është në gjuhën e Homerit. Në gjuhën shqipe dialekti gegënisht kjo është njani, ndërsa në gjuhën shqipe dialekti toskërisht kjo është njëri, pra është pik për pik me dhanoren Heni të homerishtes. Tani do të tregoj se si e bëra këtë zbulim me kompjutera. Dhe këtu para syve tuaj të dashur shqiptar keni lakimin e numrit 1 në dialektin e Homerit. Ajo që kam zbuluar unë është se gjuha e Homerit nuk është dialekt jonik. Unë do të quaj këtë gjuhën e Dardanëve të gjetur në Azinë e Vogël. Kjo është gjuha e Homerit të dashur shqiptar. Poemat homerike janë krijuar nga ilirët Dardan në Azinë e Vogël. Dardanët banonin pranë folësve të dialektit jonik në Azinë e Vogël, por gjuha e Homerit nuk është dialekti jonik dhe ky është zbulimi më i frikshëm në jetën time. Pra siç e shikoni, gjinia mashkullore është Heis, përkon me shqipen njësh, dhe dhanoria është Heni, përkon me shqipen njani, fjalë për fjalë, njëri, në gjuhën e toskëve. A nuk është kjo madhështore? A nuk është kjo e frikshme? Tani, si u bë ky zbulim në fakt? Të dashur shqiptar, ky zbulim ka nisur me fisin i lirë Selepitani. Ky emër është në gjuhën latine, por vjen nga koinon selepitan, që është dialekti dorik. Koinon selepitan është krijuar një lloj si koinon epiriotan nga epiri, një lloj si emri i epirit. Pra është krijuar nga emërorja Selepia. Në gjuhën helene, Selepites ishin ilirët e koinonit selepitan, një lloj si epiriotes, banorët e koinonit epiriotan. Në gjuhën ilire dhe në gjuhën helene, emri koinonit del gjithmonë në numër shumës sepse vetë fjala koinon bashkësi është në numër shumës gjinore. Ky është zbulimi im. Dhe tani, Plini thot që këta ilirë janë grek, flasin dialektin Graja, nga ishulli Graja në Hellad. Dhe ai thot mesapët, peuketët, daunët janë 3 fise japyge. Por japygët banonin në Dalmaci të dashur shqiptar dhe ato kaluan në Itali. Si që shikoni vërtet, ky koinon është koinon helen, i gjetur në Itali, po ashtu edhe në Iliri, koinoni selepitan. Dhe ky emër vjen nga Salapja, që do thot ujë i kripur. Kjo fjalë është gjetur në Apulja, Salapja, quhet fjalë ilire. Por të dashur shqiptar, Plini thot që janë helen. Kjo vërtetohet me koinon selepitan, të gjetur nga unë. Dhe çfarë ndodh tani? Në gjuhën helene, kjo s nistore bëhet gjithmonë h. Siç e shikoni në monitor, kjo ka dhënë në gjuhën helene halme, që do të thotë ujë i kripur. Në gjuhën shqipe kjo është i njelmët. Kjo është për te imagjinatës njerëzore, pra s-ja nistore në helenisht ka dhënë h dhe në ilirisht ka dhënë s, në shqip ka dhënë një. Në të njëjtën mënyrë u krijua fjala një në shqip. A nuk është kjo për te imagjinatës njerëzore? A nuk është kjo e frikshme, vërtet e frikshme? Por
kjo nuk do ishte bërë, pra nëse unë nuk do kisha gjetur emrat e fiseve ilire që janë në fakt emra helen, një dialekt që quhet dialekti Graja nga Plini. Pra, Plini quan ilirët Graja, do të thënë grek. Dhe vërtet, gjuha e tyre është një gjuhë greke, një dialekt i veçantë, dialekti ilir. Dhe nga ky dialekt ilir vjen fjala e njelmët, i kripur. Në gjuhën greke kjo është bërë hënistore, halma. Pra, dialekti dorik është halma dhe dialekti atik është halme. Në greqishtën e sotme kjo do të shqiptoheshte almi, sepse hëja nistore është zhdukur në greqisht, sipas një fenomeni që quhet psilosis ose zhveshje. Pra siç u krijoa fjala halme në gjuhën helene, u krijoa fjala heis, njëshi në shqip, dhe heni, njani në shqip. E kuptoni apo jo? Është i njëjti fenomen, kaq e thjeshtë. Kjo nuk i ka shkuar ndërmend askujt në botë. Është zbulimi im personal. Dhe tani kam gjetur argumente të tjera që kam të drejtë. Në gjuhën e evgjitëve ka ndodhur një ndryshim fonetik një lloj si në shqip. Në gjuhën e evgjitëve, që janë me origjinë nga Pradeshi, nga India, numri 1 është eka. Dhe kjo ka dhënë jek në gjuhën e evgjitëve, mirë po është përngjitur hena e helenëve, ena, njëshi, me fjalën jek dhe ka dhënë njek në gjuhën e evgjitëve të dashur shqiptar. Ky është numri 1 në gjuhën e jevgjve dhe kjo është reduktuar akoma më shumë në një në gjuhën e jevgjve dialekti Parakalamos. Pra kjo është një lloj si shqipja 1. Pra edhe në gjuhën e evgjitëve, edhe në gjuhën e shqipes, kjo ena ose hena e helenishtes ka dhënë 1, e cila është përngjitur me fjalën eka dhe ka dhënë njeka në gjuhën e evgjitëve në vendin që quhet Parakalamos. Pra ky është argumenti i dytë. Argumenti i tretë është ky. Në gjuhën helene kemi hekaton, 100, dhe në gjuhën shqipe kemi 100. Pashtu kemi numërorin hekatostos, në shqip kemi 100të, një lloj si hekatostos është krijuar fjala 100 në shqip. Ky është zbulimi im. Pra, pik për pik, fjala hekaton e greqishtes përkon me shqipen 100. Pra heja ka dhënë 1. E kuptoni apo jo? Kjo s-ja nistore e ilirishtes është bërë h në gjuhën helene dhe 1 në gjuhën shqipe. Pra kemi 3 argumenta që e vërtetojnë që pikërisht kjo heis ka dhënë 1 në gjuhën e Homerit. Pra kjo është e pa imagjinueshme, kjo që ka ndodhur. Edhe njëherë, salapja do të thot ujë i kripur. Sala e kripur, apja ujë. Është pikërisht qyteti i lirëve në Apulia. Koinoni tyre është Salapitan në Apulia. I njëjti koinon është në Iliri, Selepitani. Kjo është gjinoria shumës e helenishtes, një lloj si Eperiotan, banorët e Epirit. Pra Sala i thon ujë të kripur. Kjo ka dhënë halme në gjuhën helene, i njelmët në shqip, i kripur. Pra s-ja nistore është bërë 1 në shqip. Një lloj si tek numri 1, tek heis, njëshi në shqip. Heni, njani në shqip. E kuptoni? Ky raport gjendet vetëm në helenisht dhe në shqip, edhe në ilirisht. Por ilirishtja quhet dialekti Graja tek Plini dhe ka të drejtë. Këto janë 3 fise japyge që vijnë nga Dalmacia. Flasin ilirisht që është një dialekt helen. Graja është çmenduri. Populli shqiptar është pasardhës i ilirëve. Në Dalmaci nuk flitet për Epirin. Në Dalmaci është folur ky dialekt, që është folur në Italinë e Jugut. Ilirët kalojnë nga Dalmacia në Itali. Gjuha e tyre atje krijon të njëjtin koinon si koinonin në Iliri. Çmenduri. Pra një lloj si u krijua fjala halma, ujë i kripur në dialektin dorik, i njelmët në shqip, po ashtu
heni në gjuhën helene, në dhanore ka dhënë njani në shqip. E pa besueshme. Për te imagjinatës njerëzore, s-ja nistore në shqip ka dhënë 2 herë një. Pastaj kjo kalon në gjuhën e evgjitëve, në parakalamos. Njëshit ato i thon njek. Pra është përngjitur hena e greqishtes me fjalën jek, një në gjuhën e evgjitëve dhe është bërë njek. Pastaj kjo edhe shkurtohet. Evgjitët i thon njërit një në parakalamos, një lloj si në gjuhën shqipe. Pra, kjo është e frikshme, kjo që ka ndodhur. Pra, këtë nuk e ka zbuluar absolutisht as Jokli, as Majri, as Pederseni. As kujt nuk i shkon të ndërmend që ilirët kanë folur dialektin dorik. Absolutisht. As njerit në botë. Kjo është gjetur nga unë, krejt rastësisht. Mendimin e kompjuterave. Tani unë nuk di se çfarë të them. Ilir, shqiptar, para helen, jemi njëjti popull. Por është degëzuar gjuha helene ka dhënë greqishtën e sotme, ndërsa dialekti dorik ka dhënë gjuhën e fisave japyge në Itali dhe gjuhën e gjyshrëve të shqiptarëve. Dhe unë në shumë filma kam thënë, shqiptarët janë i vetmi popull që i thonë pushtuesve të tyre gjysh. Por nuk janë pushtuesit tanë, këta janë paraardhësit tanë, ilirët, flisnin dialektin dorik, ose dialekti graja, si pas Plinit. Ju faleminderit për vëmendjen të dashur ilir, mirëpafshim në filma të tjerë shkencor. Pra kjo është e frikshme dhe nxënësit kanë të drejtë të friksohen. Mirëpafshim.